po ndodhin këto fenomene, por bëhet edhe një apel për ndalimin e këtyre fenomeneve për të marrë masa për. E kuptoj. Floriana, jon duke qenë se jeni të rinj dhe shumë gjëra i shikoni edhe me sy tjetër. Atëherë, mund themi që shohim dhe diçka pozitive te kjo, sepse shohim për herë më shumë gra që tani nuk heshtin më kur janë subjekte të dhunës, sepse e dim që dhuna në familje është ndër plagët e shoqërisë shqiptare. Dhe është e mirë që këto raste tani evidentohen më shumë dhe gratë kanë vendosur që të flasin, mos heshin më dhe të gjejnë mbështetjen që ato kanë nevojë. Flasin, po kur gratë, le themi, vriten, aty s'kan çfarë flasin. Jo, po, besoj se prej kësaj fillon që fillimisht ato të sensibilizohen dhe të ndërgjegjësohen më shumë, sepse në këtë mënyrë fillojnë që të vetëvlerësojnë më shumë veten dhe të kuptojnë që duhet të ekzistojë një farë barazie midis mashkullit dhe femrës, që femra mos të jetë gjithmonë në rolin e asaj të nënshtruarës ose skllave e bashortit vet. E kuptoj, jo? Për mendimin tim, mediat edhe me disa raste, bëjnë edhe pak marketing vetë, i bëjnë pak imazh, domethënë televizioneve të veta. Për shembull, ka në raste kur jepet një lajm edhe thonë që nuk është vërtet i mirë, dhe thonë gazetarët që janë ne ishim lajmi i parë, ne e dham. Po, ekskluzivitet. Duke bërë ekskluzivitetin, domethënë, po edhe me raste të tragjike, duke marrë parasysh disa aksidente ose fatkeqësi që kanë ndodhur, ke televizione që thonë ne jemi të parët që e dhamë, po pavarësisht që e dhamë, po lajmi keq mbetet. Kush e jep e pari, kush e jep e fundit. Pra, ti thua që ka një mungesë ndjeshmërie në raportimin. Normal që ka mungesë ndjeshmërie, për faktit se ka dhe gazetar jo profesionist që nuk duhen ngatruar me profesionistët, por media ka rolin e vet. Ajo është një sensibilizuese për gjithë shoqërinë. Pa median, siç dihet që media është edhe pushteti i katërt, është një faktor shumë i rëndësishëm. Ka raste kur instancat shtetërore nuk funksionojnë, po ndonjëherë edhe mekanizmi është media që i vën funksion këto instanca nëpërmjet qytetarëve që ankohen nëpër media. Dhe kjo është me një mendim shumë i mirë që media vazhdon të jetë, duhet të ruaj faktorin e saj në mjediset përreth, por edhe etika profesionale duhet të jetë më profesionale në raste me këto ngjarje. Duhet të jenë paksa më të ndjeshëm. Zoti Hoxha, jam kurioze, shumica ose mund të ndahen në grupime, cilat janë ato çështje që janë më së shumti nga shtresat në nevojë, që kanë nevojë për një parantezë shkurtër lidhe me që se u diskutuam gjithë këtu për media, unë mendoj që është e vërtet që ai problemi që ju thatë mund të kthehet në bumerang, ajo informacioni tepër mbi çështjet negative apo vrasjet që ndodhin. Bërja protagonist, domethënë kjo është, i bën më shumë se ç'duhet protagonist. Por unë mendoj që problemi i madh i medias sot në Shqipëri është çështja e ndikimit të tyre nga interesa politike apo ekonomike të atyre që i kanë mediat, kryesisht mediat private, por edhe mediat publike nuk është se kanë shpëtuar. Unë personalisht, paktën në këndvështrimin tim, jam deri diku mendoj, paktën unë e mendoj, se duke parë një media, në çështjet caktuara unë jam deri diku i aftë që ta vlerësoj se ku anon ajo media, dhe ky është problemi i madh në rastin tonë. Interesat ekonomiko-politike të mediave, të atyre që i kanë mediat në sektorin privat, por edhe sidomos ato politike në sektorin e medias publike, kanë qenë shumë problematike. Ky është problemi i madh i mediave sot në Shqipëri. Pra ne kemi të pushtetin e katër shpeshherë përdorim për pikërisht. Kjo unë mendoj që është problemi më akut dhe më i madh në rastin e mediave në Shqipëri. Shpresojmë që kjo në vazhdim të vijë në reduktim, sepse nuk është vetëm fenomen shqiptar, ka edhe vende të tjera, sidomos vende që kanë ato stadin e zhvillimit tonë kanë këtë problematik, por gjithsesi ne këtë kemi shumë të ndërsa lidhe me pjesën e privatësisë. Unë mendoj që ne duhet të kuptojmë si shoqëri që e drejta nuk dhurohet, e drejta fitohet. Dhe e drejta lind me njeriu. Po, pikërisht, ata që janë viktima do duhet ta kërkojnë të drejtën atje ku kërkohet. Dhe ky është dhe qëllimi i qendrës, që ne këta njerëz që nuk dinë ku të shkojnë, se në shumicën e rasteve është dhe kjo që s'dinë çfarë të bëjnë, ata duan ta kërkojnë drejtën, por s'dinë ku ta kërkojnë. Atëherë ne i marrim dhe i orientojmë, i themi, shiko, kjo drejtë është, duhet ta kërkosh këtu dhe atje, me qëllim që të arrish atje kudo. Pastaj problemet e sistemit janë, por e para ne është ky hapi i parë, që ne duhet që ta kërkojmë dhe jo të nisemi nga perceptimi.
Sepse ne bindur që në atë rast nisim nga perceptimi, nga shkelja e privatësisë. Ndërkohë që ne kemi 2-3 raste, kemi një rast në gjykatën e lartë, pa e përmendur fare, thjesht kemi një rast në gjykatën e lartë që është duke u gjykuar sot dhe ku viktima me shumë të drejtë kërkon një dëm shpërblim deri në 200.000 euro nga prokuroria. Dhe është një rast që e ka ndjekur, por nëse nuk do ta ndiqte edhe do bënte viktimën, nuk do arrinte asgjë kundi. Ndërkohë që tani e ka një shans që ta arrijë të drejtën që pretendon si është shkelur. Prandaj ne duhet të edukojmë me kulturën e të kërkuarit të drejtës. Dhe jo atë kulturën e përgjithshme që ne deri diku unë e konstatoj në rastet praktike, ne kemi kulturën e mëshirës, ne kërkojmë mëshirë nga pala tjetër. Unë ma jep se unë gjuna. Jo, nuk ka gjuna. Nuk ka gjuna as këtu në Shqipëri, as në Danimark, as në Itali, as në Suedi. Që po nuk e kërkove, edhe ata ndë janë zhvilluar, po ata nuk lënë të vdesësh, po pastaj maksimumin e drejtave do duhet ta kërkosh, se ndryshe nuk e arrin dot. Shumë e vërtet. Kështu që me gjitha të, këto shtresa në nevoj, pra që nuk kanë mundësi që të marrin konsulencë me pagesë, më së shumti ato problemet që hasen më shpesh, cilat janë? Problemet janë gjithanshme. Ne kemi problemet të gjitha natyrave, unë jam shumë i specializuar në çështjet e punës dhe për ato mund të flas dhe gjithë ditën, por nuk po ja na shkëloj paksa këtë pjesë, sepse shtresa e të punësuarve ne dim shumë mirë që është shtresa më në nevojë, hyn tek shtresat në nevojë, sepse pagat janë shumë të ulta dhe ka një pjesa më e madhe, le të themi nuk po flas me numra ose me sa është numri i saktë, por që një pjesë e madhe e shoqërisë janë të punësuar, pastaj pjesa tjetër janë vetë punësuar dhe punëdhënës. Dhe ka problematika nga më të ndryshmet në këtë pjesë që ne mundohemi që t'i orientojmë në drejtimin e duhur. Në fakt çalon, sepse kemi ende punë të zezë, mos respektim kontratash, detyrimesh, e gjitha me radhë. Sidomos sektorin privat, puna në zezë është në masë. Dhe ka probleme shumë të rënda dhe që kërkojnë zgjidhje, por kërkojnë zgjidhje ne mundet ti konstatojmë problematika dhe ti orientojmë ato në rrugën e duhur. Pastaj është në kompetencë apo detyra instancave të institucioneve shtetërore që ato pastaj të ndërmarrin politikat dhe të drejt zgjidhjeve të këtyre problemeve që konstatohen. Gjithashtu ka probleme nga problemet e pronësisë për shembull. Problemet e pronësisë janë probleme që ne hasim, kemi 23 vjet që hasim, por është numri 1 në të gjithë shtresat, jo vetëm shtresat në nevojë. Shumë është bërë shkak edhe për të kaluar pastaj në çështje penale, sepse janë konfliktuar palët deri në vrasje ose deri në konflikte fizike midis tyre. Dhe në këtë drejtim ne i orientojmë drejtimin me qëllim që ata që të gjejnë rrugën e zgjidhjes, qoftë çështjet e pronësisë, qoftë çështjet e marrëdhënieve të punës, qoftë edhe ato problemet penale që mund të ketë raste që policia sidomos është shumë e prirur, jo vetëm në Shqipëri, që të shkel drejtat e njerëzit. Gjithmonë policia ka disa drejta me të cilat mund të abuzojë. Dhe edhe këto janë raste të cilat ne ndjekim në vazhdimsi dhe kërkojmë zgjidhje sipas rrugës ligjore që kemi për çdo rast konkret. Zoti Konde? Është e vërtet gjithçka përmendi kolegu, pa diskutim çështjet e pronësisë janë problemet më evidente që evidentohen sot në shoqërinë shqiptare. Më vjen shumë keq kur në disa raste shumë persona të cilët kanë fituar të drejtën e tyre të pronësisë pas një maratone të gjatë të vendimeve të gjykatës, një kalvari shumë të gjatë, nuk arrin domethënë të regjistrojnë më pas në zyrat e regjistrimit pasurive të paluajtshme, ku mbas të kodit civil duhet që ky organ kompetent, siç është zyra e regjistrimit pasurive, të regjistrojë pasurinë që ka fituar me vendim gjykate. Atëherë ku ka më lart se sa gjykata? Kush është ai institucion që vendos, domethënë cili është ai institucion tjetër i cili vendos para gjykatës? Askush. Është gjykata institucioni kompetent i cili vendos. Dhe duhet ketë një frym nga institucionet e administratës publike të cilat duhet të respektojnë vendimet e gjykatave. Sepse palët nga administrata publike nuk e kanë gjetur drejtën. Ka qenë gjykata e cila ka ballafaquar provat e dyja palëve dhe ka vendosur. Atëherë, një vendim gjykate, sidoqoftë ai, duhet të respektohet. Dhe ka mjete për ta goditur vendimin e gjykatës, por në qoftë se ty të kanë shtruar gjitha mundësitë për të goditur një vendim gjykate, atëherë të gjithëve ne qytetarëve, institucioneve publike, na lindet drejta për të respektuar vendimet e gjykatës. Ju sjell në vëmendje kishim një çështje pronësie të një qytetari Bujar Maleçka që ka një pasuri këtu në Tiranë,
i cili ka fituar me vendim të formës prerë, me vendim të gjykatës, një pasuri të saktuar dhe përmbaruesi thjesht, domethënë, duhet ja heq këtë murin fqinjit dhe t'ja vendos këtia dhe t'i shtoj 47 metra katror që ka fituar me vendim gjykate. Dhe ka rreth 3 vite që nuk ekzekuton vendimin e gjykatës. Duhet kuptojmë pastaj që edhe përmbaruesit dhe ata kanë sanksione, domethënë, dhe mund të referohet së shpejti kjo çështje do referohet në prokurori, sepse përmbaruesi nuk ka kryer detyrën e tij. Aty nuk keni se ç'bëni më shumë apo jo? Dhe kjo është e keqja e sistemit këtu tek ne, që vërtet mund të kalosh të gjitha hallkat, por në fund përsëri nuk zgjidh punë. Pikërisht, domethënë, ku lind besimi te drejtësia? Janë disa aspekte, disa parime që qëndrojnë mbi dispozitat konkrete. Është një parim shumë i rëndësishëm, për shembull parimi i ligjshmërisë. Për post faktit që kishim një vendim gjykate, duhet të regjistrohet ky vendim gjykate. Apo shumë raste të tjera, për shembull si le të themi parime të rëndësishme që ka administrata publike dhe ne vëmë re, sapo diskutuam lidhje me konfidencialitetin e të dhënave, po është një parim. Ai është një parim. Dhe si parim i tillë, domethënë, duhet të respektohet. Kështu që në çështjet parimore, domethënë Shqipëria është shumë mangut, po shohësh raportet që ka Komisioni Evropian, domethënë lidhje me edhe me ne pretendojmë që të jemi, domethënë të kemi të marrim statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, raportet që jep Komisioni Evropian çdo vit, domethënë për Shqipërinë, unë i kam ndjekur në mënyrë të herpasershme dhe vëre, domethënë që çdo vit administrata publike ka mangësi shumë të mëdha, domethënë. Edhe së pari, mendoj që problemi kryesor është politizimi i administratës publike, sepse që të ikësh nga një vend pune duhet të ikësh sepse ti nuk ke merita apo nuk ka rin ta bësh punën mirë, por që të ikësh sepse të zvendëson një militant politik, domethënë, kjo është shumë për të ardhur keq. Dhe vjen raste pafund, domethënë, të largimesh të padrejta nga puna. E marr me mod. Edison, dëshon shtoj diçka se jemi në fund të bisedës. Vetëm 2 fjalin lidhe me këtë pjesën që po kur e zavrojmë sistemin, atëherë çfarë mund të bëjmë tjetër, sepse ne pranojmë përgjithsisht që sistemi jo nuk është të funksionon siç duhet. Por e para njëherë duhet ta zavrojmë sistemin, pastaj të flasim për pjesën tjetër. Po, e kemi për detyrim të zavrojmë. E dyta, ne kemi edhe të bëjmë edhe plus mbi sistemin, ne mundet që të propozojmë ndryshime. Mundet që sistemi të mos funksionojnë çështje të caktuara, por ne mund të lobojmë me ata që e kanë dorë për ndryshimin e sistemit, për çështje të caktuara, dhe mundet që pastaj të kemi faktorë për të ndryshuar këto. Në bazë të problematikave që na hasin terren. Ne bëjmë një pyetje naive, po do të dëgjojnë ata që kanë në dorë. Po duhet ta provojmë mirë, se ne nuk e provojmë. Duhet ta provojmë mirë. Ka pasur raste që ulje e tarifës. Në rastet e fëmijëve për shkakun tek ose ulje e tarifës gjyqësore. Gjërta ose rasti ne po lobojmë, domethënë, së fundi në lidhje me avokatin e viktimës. Në procesin penal mendojmë që një nga subjektet e procedimit penal duhet të jetë dhe avokati i viktimës. Domethënë, për post fakti që kemi të ndaluarin, për shembull të arrestuarin, të pandeurin, siç thonë gjuhën juridike, apo kemi prokurorin, gjyqtarin, oficerin e policisë gjyqësore, të shtohet edhe avokati, jo vetëm i të pandeurit, po edhe i viktimës. Pra mos jetë vetëm shteti që... Po, mos jetë vetëm shteti dhe nga ana tjetër, investigatori privat. Është në disa shtetet, për shembull në shtetin amerikan, apo në disa shtetet tjera, investiguesi privat. Pra të pranohet ligjërisht. Ligjërisht, sepse nuk njihet me ligj, domethënë. Investigatori privat do të ketë tagra që të mbledh prova, njëkohësisht të jetë me provat e tij në gjykatë dhe të njihen provat që ka mbledhur gjatë hetimit, paralelisht siç ka bërë prokuroria. Normalisht me ligj nuk e cënon, le të themi, punën që bën prokuroria absolutisht, po nëse kemi disa dispozita të reja në kodin e procedurës penale në këtë aspekt dhe ligjërohet investigatori privat, çfarë do të çonte kjo iniciativë, nëse realizohet gjithnjë, do të bënte që prokuroria të punonte më mirë, pra do të kishim një punë konkurruese midis investigatorit privat, interesave që ka ai për viktimën apo për një çështje në procesin penal, dhe nga ana tjetër të prokurorit, sepse dëgjojmë ne si qendër jemi vënë në dieni të shumë rasteve të vendimeve të pushimit të prokurorisë. Këto vendime pushimi janë të pa arsyetuara në një mënyrë të qartë që të binden palët të cilët janë viktimizuar. Kishim një rast të fundi në kombinat, një e moshuar aksidentohet në rrugë nga një e re. Ajo fliste në telefon dhe ishte me shpejtësi, domethënë. Nga një shofere e re apo nga një shofere e re, po. Dhe çfarë ndodh? I moshuari për 2 javë rresht qëndron në spital.
më pas ne si qendër ndërhyjmë, mbledhim gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar dëmtimin që kishte i moshuari dhe vijemi ndjeni të një vendimi pushimi nga prokuroria ku thoshte disa fakte që në fakt nuk ishin reale. Pra, dëshmitarët thoshin krejt kundërtën në lidhje me këtë ngjarjen. Dhe kemi kundërshtuar në gjykat këtë vendim pushimi të prokurorisë që ishte pa arsyetuar dhe pa argumentuar, duke dhënë dhe disa fakte që në fakt nuk ishin ndodhur. E kuptoj. Mirë, e rëndësishme është që ekziston kjo qendër ku të gjithë ata që kanë nevojë për konsulencë falas mund t'i drejtohen, ndonjë adres ku mund të gjendet të shfrytëzojmë hapësirën kohore? Ju falenderoj, në fakt qëllimi ynë nuk ishte vetëm, domethënë për të theksuar punën e qendrës, po për t'u thënë të gjithë shqiptarëve, duhet ta njohin të drejtën. Duhet të investojnë për të drejtën, mos e kuptojnë të drejtën si një term, si një fjali, si diçka abstrakte. Drejta ekziston, por mjafton që ta realizosh atë me mënyra dhe mjetet që ka çdo njeri. Në qoftë se e do të drejtën, e mbron të drejtën. Në qoftë se nuk e do, nuk ke një përqasje të drejtë për drejtë, ashtu siç është dhe emri i emisionit tuaj, të drejtë për drejtë. Ndaj drejtësisë do gjesh mjetet të tjera, të cilat nuk i vlen. Kjo është të zgjedhësh të jesh dele ose ujk. Më mirë për të gjesh të drejtën tënde në një farë mënyre. Këtu nuk ka se tregohesh i tërhequr. Mundet që pse jo, ne kemi hapur një faqe të re, Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet në rrjetin social Facebook. Është një faqe e re dhe shpresojmë, domethënë që me interesin e qytetarëve të shtohet dita ditës dhe aty të kuptojnë realisht në lidhje me problemet e drejtësisë. Njëkohësisht falenderoj dhe të gjithë studentët e drejtësisë, të cilët punojnë vullnetarisht dhe janë një model shumë i mirë vullnetarizmi dhe efikasiteti. Kjo nuk është vetëm për praktikën që ata kanë pranë qendrës, po kjo është një vlerë për gjithë jetën e tyre, sepse përpara se të jemi profesionist, në radhë të parë jemi njerëz, edhe gjithë secili prej nesh, qofse është solidar, nuk do t'i kushtoj asnjë gjë, domethënë nga jeta e tij. Uroj që vërtet edhe ky program të ketë ndihmuar sadopak për ta shpërndar fjalën për gjithë ata që kanë nevojë për konsulencë, mund të drejtohen pranë kësaj qendre. Unë dëshiroj të falenderoj të ftuarit. Faleminderit që ishim së bashku në studio. Ndërkohë do të shkëputemi në këtë pjesë të parë dhe do të kthehemi pas pak vetëm pas publicitetit. Qëndroni me ne.